Dhe zërbesimtar, sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do të flasim rreth vlerës së 10 ditëve të Dhulhijjës. Pasi që jemi afruar, andaj desëm t'ju kujtojmë disa gjëra domethënë të rëndësishme rreth këtyre ditëve. Allahu i madhëruar na ka dhuruar stim të mirësisë, periudha në të cilët shpërblimet shumë fishohen dhe mëshira e tij zbret tek robit e tij. Allahu Azza wa Jall është betu ka thënë wal fajr wa layalin 'ashr. Allahu është betuar në këto ditët e para të Dhulhijjës sipas shumicës së dietarëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vezër ka thënë, nuk ka ditë në të cilat veprat e mira janë më të dashura tek Allah subhanahu wa ta'ala se sa në këto 10 ditët. Sahabët thanë, as gjihadi në rrugën e Allahut ja Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, as gjihadi në rrugën e Allahut përveç atij njeriu që del me pasurinë dhe jetën e tij dhe nuk kthehet me asgjë. Dhe zërbesimtar, kjo na tregon madhështinë e këtyre ditëve. Janë ditët të cilat bashkohen adhurime të mëdha, si namazi, agjërimi, sadakaja, dhikri, kurbani dhe haxhi. Andaj, besimtari i mençur nuk i humb këto ditë pa kujdesi. Në pakujdesi, tregti të kot apo argëtime të panevojshme. Njeriu duhet të kujdeset, thamë me namaz. Namazi është tydha kryesore e Islamit. Nëse nuk ka namaz, nuk ka asgjë. Namazi është drita që të çon, ta tregon rrugën e drejtë. Namazi është vëzhgim besimtar, ajo që ta tregon të drejtën dhe të shtrembtën. Namazi është që të largon nga rruga e keqe. Namazi është që të afron te Allahu Azza wa Jall. Andaj, pas dëshmisë, pas shahadetit, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, vjen shtydha kryesore, ajo është namazi. Kujdesuni për 5 namazet me xhamat. Jo namazet, po me xhamat mu kujdes. Me fal me xhamat namazet. Shtoni namazet nafile, për cilët na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i fal 12 recate brenda ditës dhe natës, Allahu Azza wa